Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xheleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës të ndjekurit e sjelljes dhe veprave të profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Sot sipas kalendarit hënor, sipas kalendarit islamik, shënon data 28 Safar, ku në këtë datë ka ndëruar jetë vula e profetëve, profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Sjellja e profetit Muhammad dallohej prej mençuri, maturie dhe shpejtësi në veprim. Ai nuk e linte të ikte asnjë mundësi në asnjë çështje. Ai ishte i pastër, i kënaqur me atë që kishte, dhe në qenien e tij të bekuar nuk ekzistonte asnjë pikë dobësie. Ishte i pagabueshëm dhe njëkohësisht i dëlir, dhe kjo në vetvete përbënte një nga faktorët më të rëndësishëm të ndikimit të tij. Prandaj, duhet të marrim mësim prej këtij të dërguari dhe të frymëzohemi nga shembulli i tij. Pjesa më e madhe e kësaj çështjeje më drejtohet të gjitha atyre të cilat ecin në rrugën e profetit Muhammad, i drejtohet atyre të cilat veprojnë sipas rregullave dhe sipas fjalëve të këtij të dërguari për të udhëzuar dhe njerëzit e tjerë në këtë shoqëri. Profeti Muhammad ishte i vendosur dhe i drejt për drejt. Ai nuk kishte dy fytyra në fjalët e tij. Kur përballej me armikun, përdorte ndaj tij një mënyrë politike që e çonte armikun në gabim. Në shumë raste ai e befasonte armikun e tij, qoftë në çështje ushtarake, por edhe atë në politike. Por me besimtarët dhe me popullin e tij ai ishte gjithmonë i sinqert, i pastër dhe i qartë në fjalët, larg praktikave mashtruese e ato politike. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, i tregonte njerëzve fleksibilitet aty ku ishte e nevojshme, siç ndodhi në çështjen e Abdullah ibn Ubay. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, nuk e fyente kur një marrëveshje që kishte bërë me popullin e tij, apo me ndonjë grup me të cilin kishte lidhur marrëveshje, edhe nëse ata ishin armiqtë të tij, veçanërisht jo besimtarët e Mekkas. Ishin ata që i thyen marrëveshjet e tyre, dhe atëherë profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, u përgjigj në mënyrë të prerë ndaj tyre. Ai kurrë nuk e shkeli një besë që kishte lidhur me dikë, prandaj të gjithë kishin besim te marrëveshja që bënin me të dërguarin e Zotit. Nga ana tjetër, profeti ynë i dashur, vula e profetëve, profeti Muhammad, nuk e neglizhonte kurrësi lutjen dhe përgjërimin ndaj Allahut të madhëruar. Ai vazhdimisht e forconte lidhjen e tij me Krijuesin, ditë pas dite, orë pas ore, çdo sekond dhe në çdo minutë të jetës së tij. Ai i ngrinte duart në lutje ndaj Krijuesit të tij, dhe në ato çaste kur organizonte ushtrinë, i nxiste dhe i inkurajonte njerëzit për të njëjtën veprim siç ai bënte. Madje edhe në fushën e betejës, kur mbante shpatën, udhëhiqte ushtrinë me vendosmëri dhe u mësonte njerëzve se çfarë duhet të bënin. Ai gjunjëzohej, ngrinte duart, qante dhe i lutej Zotit të tij, duke kërkuar ndihmën, mbështetjen dhe largimin e armiqve. Lutja e tij, lutja e profetit, nuk e bëri atë të hiqte dorë nga përdorimi i forcave dhe mjeteve që kishte përreth tij, dhe nuk e bëri që ai të harronte që të mbështeste vetëm në forcën ushtarake që kishte dhe në mos mbështetje në lutjen dhe përgjërimin në lidhje me Allahun e madhëruar, por ai bëri një balancë dhe një baraspesh midis këtyre të dyjave dhe kujdesej për të dyja në të njëjtën kohë.
Ai nuk shfaqte hezitim apo frikë kur përballej me një armik këmbgulës. Prandaj, Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i cili ishte simboli i trimërisë, ka thënë: sa herë që betejë ashpërsohej, ne strehoheshim te i dërguari i Allahut. Kushdo që e ndjente veten të dobët, shkonte dhe gjente streh tek profeti Muhammed. Ky profet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e drejtoi shtetin për 10 vjet. Por nëse do të angarkonim punën që ai realizoi gjatë këtyre viteve, një grupi njerëzish, ndër më të përkushtuarit, ata kursesi nuk do të ishin në gjendje të përfundonin të gjitha ato punë dhe shërbime për 100 vjet. Nëse i krahasojmë veprat tona me ato që krijoi profeti Muhammed, atëherë do ta kuptojmë madhështinë e detyrës që ai mori përsipër. Administrimi i shtetit, ndërtimi i shoqërisë së re dhe krijimi i atij modeli shoqëror në vetvete përbën një nga mrekullitë më të mëdha që ai ka bërë për njerëzimin. Për 10 vite me radhë, njerëzit jetuan me profetin, ditë e natë. Shkonin në shtëpinë e tij dhe ai shkonte në shtëpitë e tyre. Ishin me të në xhami, në rrugë, gjatë udhëtimeve dhe qëndrimeve, madje edhe në çastet e pushimit. E përjetuan bashkë urinë, por edhe begatin. Por njëkohësisht ato përjetuan dhe gëzimin dhe ndjenjat e bukura. Sepse mjedisi ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam jetonte, ishte i mbushur me gëzim, hare dhe adhurim ndaj Allahut. Ai bënte shaka me të tjerat, organizonte gara dhe merrte pjesë në to. Gjatë atyre 10 viteve, dashuria e njerëzve që jetonin me të u shtua dhe u thellua dhe besimi i tyre tek ai, pra tek i dërguari, u shtua dhe më shumë. Kur profeti Muhammed çliroi Mekën, Ebu Sufjani erdhi i fshehur së bashku me Abbasin, të xhain e profetit, duke kërkuar siguri. Kur erdhi agimi, ai e pa profetin duke marrë abdes, ndërsa njerëzit ishte mbledhur rreth tij dhe secili përpiqej të merrte disa nga pika uji që binte prej fytyrës dhe duarve të tij. Atëherë Ebu Sufjani tha: unë kam parë Kisran dhe Cezarin, 2 mbretër të botës, të njohur për fuqinë dhe madhështinë e tyre, por nuk kam parë tek ata një madhështi të tillë. Po pra, madhështia e vërtet është madhështia shpirtërore që mbante ky i dërguar. Allahu thot dhe Allahut i përket madhështia si edhe të dërguarit të tij dhe besimtarve. Ajeti 8 i sures Munafiqun. Edhe besimtarët mund të kenë këtë madhështi, nëse ndjekin me përpikmëri të njëjtën rrugë që ndoqi profeti Muhammed. Në ditë të tilla, si këto, veçanërisht në 28 të muajit Safar, që u largua nga kjo botë ajo drita e Allahut dhe vula e profetësisë për ne, u nda nga njerëzit ky njeri madhështor dhe ky baba i mëshirshëm, duke lënë pas pikëllim dhe trishtim në zemrat tona. Ditët e sëmundjes dhe ndarjes së tij nga kjo jetë ishin ditë të vështira për banorët e Medinës, veçanërisht ditët që i paraprin ndarjes së tij. Ai shkoi në xhami, u ngjit në mimber dhe tha: nëse dikush ka ndonjë të drejtë mbi mua, le të vijë dhe ta marr të drejtën e tij. Njerëzit shpërthyen në vaj dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, a kemi ne ndonjë të drejtë mbi ty? Ai u përgjigj: turpërimi ndaj para Allahut është më i rëndë për mua se sa turpërimi para jush. Nëse dikush për jush ka nevojë për ndonjë të drejtë apo ka një të drejtë ose borxh mbi mua, le të vita marr atë, që të mos mbetet për ditën e Kiametit. Kështu na ka mësuar i dërguari i Allahut. Ky ishte mëshira dhe begatia e Allahut që ne kishim në sipërfaqen toksore. Kush është ai që i thot këtë fjalë? Kush është ai njeri i lartë me të cilin krenohej Xhebraili kur komunikonte me të? Megjithatë, në ato rrethana profeti nuk bënte shaka. Ishte serioz që të mos mbetej ndonjë e drejtë e dikujt pa u përmbushur për shkak të tij. Profeti e përsëriti këtë fjali që unë thash 2 ose 3 herë. Është përmendur se kjo ngjarje në librat e historisë, megjithse nuk tregohet me hollësitë e saj, por që ekziston. Por që ajo që është përsjell dhe më shumë është ndodhia se një burr u ngrit dhe tha: o i dërguari i Allahut, unë kam një të drejtë mbi ty. Një herë kur isha pranë teje,
ti e godite devën time dhe goditja më ra në bark. Kjo është ajo që kërkoj prej teje. Profeti ngriti robën e tij dhe tha: Eja, merre të drejtën tënde dhe mos e lër për ditën e Kiametit. Pra njerëzit shikonin të habitur dhe thoshin me vete: a dëshiron vërtet ky njeri të kërkojë shpagim nga i dërguari i Allahut? A do ta lejojë ndërgjigje ta bëj këtë? Pastaj panë se profeti Muhammed dërgoi dikë t'i sillte atë një shkopi. Më pas ju drejtua burrit dhe i tha: "Je ku e ke shkopin, me godit njësoj siç të godita devën." Burri u afrua, njerëzit mbetën të mahnitur dhe të hutuar, madje të turpëruar nga frika se mos ai e kryente këtë veprime të vërtet. Por papritur e pan atë të binte tek këmbët e profetit dhe t'i puthte ato. Pastaj deshi t'i puthte dhe barkun e profetit dhe tha: "Kërkoj mbrojtje te vendi i shpagimit në barkun e të dërguarit të Allahut nga zjarret e ditës së Kiametit." O Allah, të lutemi ty për hir të Muhamedit dhe familjes së Muhamedit, për madhështinë dhe lavdinë tënde, që deri në ditën e Kiametit të derdhësh lutjet, përshëndetjet, mirësitë dhe mëshirat e tua me më të mirat mbi shpirtin e pastër të profetit tonë të dashur. O Allah, shpërbleje atë me shpërblimin më të mirë për Islamin, muslimanët dhe mbar njerëzimin, dhe na bëj prej ummetit të tij dhe për atyre që ecin në rrugën e tij të drejtë. Të dashur vëllezër dhe motra, u largua nga kjo botë i dërguari i Allahut, përmbeti Kurani. U largua i dërguari i Allahut, përmbeti mesazhi i tij. U largua i dërguari i Allahut, përmbetën morali dhe virtytet e tij. U largua i dërguari i Allahut, përmbeti jeta dhe shembulli i tij, duke na pyetur ne çdo ditë: çfarë keni bërë me mëshirën që u asolla ju? Çfarë bët me amenetin që unë u asolla? Prandaj besnikëria më e madhe ndaj të dërguarit të Allahut nuk është vetëm të qajmë për të në ditën e largimit të tij nga kjo jetë, por të mbajmë diçka nga morali dhe virtyti i tij për sa kohë ne jemi gjallë në këtë botë. Prandaj themi të gjithë së bashku në këtë ditë të trisht: paqja qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut, ditën kur erdhe si mëshirë për të gjithë botët. Paqja qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut, ditën kur mbajte mbi supe shqetësimin për të gjithë këtë ummet. Paqja qoftë mbi ty, ditën kur u largove nga kjo botë, ndërsa zemra jote ishte e preokupuar për ummetin tënd. Paqja qoftë mbi ty, ditën kur do të takojmë duke shpresuar që të jesh me ne, pranë Zotit tënd, ndërmjetësues dhe ngushëllues për ne. Allahu i madhëruar, inshallah, i shtoft sa më shumë shpërblimet tona, tuajat dhe të gjithë besimtarëve anë mban botën, me rastin e përkujtimit të largimit nga kjo jetë të profetit Muhammed, të zotërisë së krijesave, të volës së profetëve, të më besnikut ndër të gjithëve, ndër volës të profetëve, profetit Muhammed, Mustafas, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.